Mbani aloe vera në shtëpi dhe kurrë nuk do të vuani nga këto probleme. Aloe vera është e njohur nga qytetrimet e lashta si bima e përjetësisë. Ajo ka një sër cilësish shëruese dhe disa prej të cilave mund të jeni të vetëdijshëm. Aloe vera përmban më shumë se 200 përbërës biologjikisht aktiv që përfshin polisaharide, vitamina, enzima, aminoacide dhe minerale që nxisin përthithjen e ushqyesve. Nëse nuk e keni ende një lule aloe vera në shtëpinë tuaj, sugjeroheni që ta mbillni pasi përdorimit të saj para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmoni shumë. Do ndryshojë pamjen tuaj. Nëse keni probleme me fytyrën si dhe organizmin tuaj, mund të përdorni për emergjenca si gërvishtjet, prerjet dhe plagët. Aloe vera përmban gjithashtu vitamina. Ky studim ka treguar se aloe vera përmban vitaminën B12 e cila kërkohet për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Ky lajm është shumë i mirë për vegetarianët të cilët shpesh nuk marrin sasinë e duhur të vitaminës B12 në dietën e tyre. Shtimi i aloe verës në përditshmërinë e dietave tuaja do të ofrojë aminoacide të qëndrueshme. Aloe vera përmban 20 nga 22 aminoacide thelbësore që kërkon trupi i njerëzit. Ajo përmban gjithashtu acidin salicilik i cili lufton edhe inflamacionin edhe bakteriet. Aloe vera përmban minerale të rëndësishme. Aloe vera përmban shumë minerale duke përfshirë këtu kalciumin, magnezin, zinkun, kromin, selenin, natriumin, gjithashtu edhe ofron një mbrojtje më të mirë të organizmit. Aloe vera është një produkt fantastik ushqyes në betejën kundër komplikacioneve dhe si e tillë mund të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e inflamacioneve të tij. Aloe vera është shumë e mirë për organizmin dhe mund të përdoret në forma të ndryshme edhe të përmirësojë shëndetin tuaj në tërësi. Bima e aloe verës është e njohur nga qytetrimet e lashta se mund të japë përfitime të duhura unike për shëndetin dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Nëse doni të përfitoni nga bima e aloe verës, ekspertët sugjerojnë që ta mbani me patjetër një bimë të tillë në shtëpitë të tuaja. Kjo për shkak të përfitimeve ushqyese që ajo përmban. Aloe vera mund të cilësohet si një nga produktet më fantastike të cilën mund të arrisni edhe vetë në kushte shtëpie, dhe përfitimet që do t'jap organizmit tuaj do t'a rendisim në këtë video sipas Brightside. Bima e aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit luftojnë problemin e radikaleve të lira në trupin tonë, duke i neutralizuar dhe parandaluar edhe reduktuar problemet të tyre. Mosha e bimës aloe verës po ashtu ka rëndësi në luftën që ajo bën kundër radikaleve të lira. Sa më e vjetër të jetë bima, aq më e dobishme është ajo për shëndetin tuaj. Aloe vera do të ndihmojë dukshëm edhe sistemin tuaj tretës. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave të cilat do të bëjnë mrekulli për tretjen, veçanërisht enzimat që ndodhen te aloe vera të cilat do të ndihmojnë në coptëzimin e sheqerit dhe yndyrnave të cilat do të shkaktojnë edhe probleme me sistemin tuaj tretës. Aloe vera përmban aminoacide thelbësore. Aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale që kërkon trupi i njerëzit. Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme. 8 të tjera mund të merren përmes konsumit të pijeve dhe ushqimeve. Shtimi i aloe verës në përditshmërinë e dietave tuaja do të luajë një rol fantastik në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve, dhe ndikimi që jep në organizëm e bëjnë atë një prej produkteve më fantastike rigjeneruese të shëndetit tuaj. Aloe vera do të ndihmojë dukshëm në shëndetin tuaj të lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën uji mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të fuqishme të cilat i duhen lëkurës suaj. Minerale kyçe të tilla siç janë për shembull kalciumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, mangani dhe fosfori, natriumi dhe zinku e bëjnë aloe verën një prej produkteve më fantastike ushqyese në shëndetin tuaj dhe lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Sigurohuni që bimën aloe verës ta keni pjesë të përditshmërisë së suaj dhe rezultatet që do të merrni do të bëjnë ndryshime parësore në shëndetin e përgjithshëm. Aloe vera është një produkt fantastik edhe në betejën kundër akneve.
për shkak të përmbajtjes së mineraleve që ato kanë, një prej të cilave është edhe zinku, i cili garanton që të jetë një produkt fantastik për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sigurohuni që një bimë të tillë ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja dhe receta do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre shqetësimeve. Aloe vera është një bimë që mund të paksojë gjithashtu edhe dhimbjet, duke ndihmuar dukshëm në këtë aspekt të shëndetit tuaj. Aloe vera përmban enzima të rëndësishme, një prej të cilave është edhe iskinase për të luftuar këto shqetësime. Ajo mund të jetë një përzgjedhje fantastike e dobishme në dobi të vlerave të shëndetit dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Sigurohuni që aloe verën ta keni pjesë të dietave tuaja dhe kështu përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet fantastike. Aloe vera do të reduktojë gjithashtu edhe problemet e dëmtimit të qelizave. I ftohti shpesh shkakton sëmundje të shkatrimit të qelizave, duke sjellë kështu më shumë përfitime për shëndetin tuaj. Bima aloe verës do të jetë një produkt fantastik shumë ushqyese për shëndetin e lëkurës. Kështu vlera dhe përfitimet e saj do të jenë mbreslënse dhe lehtësuese për ju. A i dini se aloe vera është një prej produkteve më të mira ushqyese për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Mund të ndihmojë gjithashtu edhe për shkak të vetive të saj anti-inflamatore. Gjithashtu, aloe vera do t'jap një mundësi të mirë edhe në rritjen e flokëve. Aloe vera ndihmon në rritjen e flokut të shëndetshëm duke rritur kështu qarkullimin e gjakut në skalpin e kokës. Enzimat përbërëse i japin aloe verës mundësinë që t'i jap lëndë të dobishme ushqyese në balancimin e pH-it, gjithashtu edhe në përmirësimin e rigjenerimit të tij. Shtimi i aloe verës në dietat tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund t'i japë shumë përfitime. Ajo mund të përdoret në formën e lëngut, xhelit ose vajit, dhe ndikimi i saj në shëndet do të luajë një ndryshim parësor. Sipas Miasin, specialiste e ushqyerjes holistike, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i aloe verës. Aloe vera është e pasur me minerale të rëndësishme. Aloe vera përmban një sër mineralesh të rëndësishme antioksiduese, përfshirë vitaminën A, vitaminën C dhe E, të cilat do të ndihmojnë në dukshëm në sistemin tuaj imunitar, pasi janë të pasura me nivele të larta të elementëve të kalciumit, kromit, bakrit, hekurit, manganit, gjithashtu dhe zinkut, dhe do të luajë një rol fantastik rigjenerues të shëndetit dhe do të mbajë larg inflamacionet e tij. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund t'i japë shumë përfitime në vlerat e trupit të njerëzit, dhe si e tillë mund të jetë një përzgjedhje fantastike në shëndetin tuaj. Aloe vera do të lehtësojë problemet e kapsllëkut. Për shkak të efekteve laksative që ajo përmban, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë në përmirësimin e lëvizjeve të zorëve. Megjithatë, nuk do të përdoret si zgjedhje afatgjatë. Përdoreni atë me kujdes gjithmonë në konsult me mjekun tuaj. Fillojeni me doza të vogla dhe zgjidhni gjithmonë lëngun nga pjesa e brendshme e gjetheve. Kështu përfitimet e saj do të jenë fantastike. Aloe vera do të ndihmojë dukshëm edhe në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë një shkaktar kryesor i akneve. Duke ndihmuar në hidratimin nga brenda, aloe vera do të ndihmojë në përmirësimin e gjendjes së lëkurës dhe do ta bëjë atë edhe më të shëndritshme. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të ketë edhe efekte të mira anti-inflamatore, rigjeneruese dhe mund të ndihmojë shumë në mbrojtjen e organizmit tuaj. Për shkak të vetive të saj, vitamina C dhe vitamina E të aloe vera do të funksionojnë si antioksidant, të cilët do të ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe të stresit. Aloe vera është një bimë që ndihmon shumë në shëndetin tuaj dhe si e tillë mund të ndihmojë edhe në këtë aspekt të vlerave të tij. Sigurohuni që aloe verën ta keni pjesë të dietave tuaja dhe rezultatet që do të keni do të jenë vërtet fantastike. Aloe vera lehtëson refluksin e urthit dhe gjithashtu përmirëson gjendjen tuaj të stomakut. Një studim i vitit 2015 tregoi se shurupi i aloe verës do të ndihmojë dukshëm në lehtësimin e simptomave të refluksit të acidit dhe simptomave të GERD, një prej komplikacioneve më të mëdha të cilat mund të krijojnë çrregullime në sistemin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.